e kupton për herë të parë që ka bërë rolin e qenit, që vetëm ka nuhatur, vetëm ka lehur, vetëm ka kafshuar, por nuk ka provuar asnjë gjë në jetën e tij nga ato që Një artist i atij për masave u bë skenë një filmi të trisht, duke të kujtuar frikën nga partia, pasojat nga regjimi dhe keq interpretimet që mund t'i japin ata të pushtetshmit. Aktori Viktor Zhusti, siç thot vet, në rrugë sipër bëri një foto me Adriatik Lapaj, kreun e partisë Shqipëria Bëhet, i cili proteston kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama pas shpërthimit të skandalit me zëvendës kryeministre Mballuku. Lapaj e postoi foton. Ndërsa e vërteta nëse i kishte kërkuar mos e postonte apo jo, është krejtësisht pa vlerë nëse lexon më pas qëndrimin e Zhustit. Duke e shoqëruar foton me komentin "erdhi na takoj" dhe na dha energji pozitive, më bën përkrahës e simpatizant të partisë e lëvizjes tënde, Shqipëria Bëhet. Gjë që as më ka shkuar ndonjëherë ndërmend, shkruan Zhusti. Mënyra se si e trajtoi atë cop fotografie tregon kastrimin mendor të një pjesë njerëzish që për një cop punë apo ndonjë të ardhur më shumë janë gati që famën e tyre ta kthejnë në kartë pecet të buzëve të politikës në pushtet. Zhusti thot se Shqipëria do të emancipohet e europianizohet vetëm nga Rama dhe pushteti i tij. Nëse kjo është bindje, atëherë duhet mirë kuptuar pesha e moshës. Por kur një mendje e tillë ende aktron, Mirë është që aktor, futbollist, këngëtar apo çdo njeri me famë të përdorin vlerat e tyre në të mirën publike, të reagojnë kur populli vidhet dhe të mbajnë qëndrim kur pushtetarët bëhen shtypës të qytetarëve.